para po e filloj me Ismail Qemalin që do të etiketoja si diplomatin më të mirë shqiptar, që ka pasur historia e Shqipërisë. Ahmet Zogun do të konsideroja si shtet formuesin më të mirë që ka pasur historia e Shqipërisë. Fanoli është ky? Po. Do të konsideroja një nga intelektualet më të mirë që ka pasur historia e Shqipërisë. Enver Hoxhën do të konsideroja e keqja më e madhe që i ka ndodhur historisë së Shqipërisë. Që në kene një linjë ndryshe nga kuvendi. Si? Që në kene linjë ndryshe nga kuvendi i Enver Republikës. Hoxha është e keqja më e madhe që i ka qelluar historisë së Shqipërisë, për këtë jam e bindur po doni ta ekzojmë, po ky është mendimi im. Fatos Nanon do ta konsideroja liberalin par excellence që i ka qelluar historisë tranzicionit shqiptar. Sali Berishën do ta konsideroja nuk po më vjen. Duhet ta ndash me dekada. Ja, duhet ta ndaj me dekada drejt me të. Shiko. Para historisë së vet dhe pas historisë së vet. Keni di që Sali Berisha është një nga 4 politikanët më jetëgjatë në botë që janë aktualisht në që janë aktive, që nuk kanë vdekur. 3 të tjerët janë në Afrikë. I 4 është në Papua Guinea, Kambodja në mos gaboj, por nuk jam i sigurt, por Sali Berisha është i 4-ti politikan më jetëgjatë në botë. Kam bërë një kërkim për këtë gjë dhe më rezulton që zoti Berisha është një nga 4 politikan më jetëgjatë në botë. I 5-ti është i Tadžikistanit, i 6-ti është Putin, i 7-ti nuk po më kujtohet tani. Megjithatë, ka ambicie për të qenë i pari? Kështu siç e ka nisur. Kështu siç e ka nisur, nuk e di, megjithatë do ta konsideroj si një politikan me dritë hije. Nuk i jap dot një fjalë, një etiketim zotit Berisha. Ka momente të mira, ka dhe momente të këqija. Për shembull, qeverisja e zotit Berisha 2005-2009 ka qenë një qeverisje shumë e mirë për hir të vërtetës. Por ka momente, pra si thua, gjykimi për zotin Berisha është me ngjyra. Nuk e bëj dot është shpreh interesante bardezi. Por sot politikanët po jetojnë aq gjatë sa shikojnë edhe mbrapa kurizit të tyre, si thua, të keqen e tyre. Po kjo quhet gerontokracia quhet kjo. Gerontokracia është një term që do thotë kur qeverisin pleqt, ata më të moshuarit. Në Greqinë e lashtë ishte ky term gerontokracia, ishte një këshill pleqsh, pa ata ishin kryesisht filozof. Quhet gerontokraci, pra kur qeverisnin pleqt, ata të moshuarit, më të diturit, më të urtët. Atëherë pas ka pas nocion pozitiv. Po, atëherë kishte nocion pozitiv. Kështu që nuk mund të jap, nuk e shoh dot bardezi, le të themi kështu, por është shkaktari i demokracisë shqiptare. Shkaktari në kuptimin me të gjitha gjërat që mban kjo fjalë brenda, me të gjitha të mirat dhe të këqijat që ka. Pastaj për zotin Rama njeh vetëm funksionon vetëm estetikisht. Përmbajtësisht nuk i shoh asgjë. Pse merret Rama këto me bashkitë, me rrugët, me çadrat? Ato atë gjë një. Pra mendja e tij funksionon vetëm me hapësira. Nuk e di, vjen nga profesioni piktori të bëj, se ti je edhe arkitekt. Si kryetar bashkie dhe shtetin. Po, ti je edhe arkitekt dhe ndoshta e kupton, ke mbaruar për arkitekturë dhe e kupton më mirë këtë gjë, por funksionon vetëm vizualisht. Pra, zoti Rama më jep përshtypjen që di vetëm atë që shikon. Është shumë interesante se ai nëse i lexon Kurbanin, për ata që kanë lexuar ose kanë kohë, ka një reflektim shumë interesant të tij kur ai thotë që unë lyeva rrugën e Durrësit dhe aty mbasi lyeva rrugën e Durrësit që bënin këto ngjyra si po e mban mend në vitet e para si kryetar bashkie, aty pash që njerëzit filluan të bëheshin interaktiv me ambientin dhe filluan të hapnin dhe biznese. Dhe kam përshtypjen që ky e lidh estetikën me zhvillimin. Estetikën me zhvillimin dhe domethënë nuk i përmbajtja, ai ka marrë një mësim shumë të hershëm, domethënë shumë të mirë në mënyrë të hershme në karrierën e tij politike. Dhe po ta vini re kur ai merr pushtetin qendror, ai fillon edhe bën pllaka në çdo shesh qyteti, duke menduar që do marrë të njëjtin rezultat si të lyesh
fasadën e një pallati. Pikërisht pra, po, sepse ne kemi arritur që në Shqipëri, kemi qytete të asfaltuara, të ristrukturuara e tjera me radhë, por i kemi qytete bosh. Po, hajde ndje Europian 20 minuta mbas dite tek qendra e qytetit. Kjo është kemi qytete të cilat funksionojnë, të cilat po janë për një kohë të caktuar. Për shembull, po them qytete më të vogla, po të vesh në Vlorë, në Dimër, për shembull, shkretëtir komplet shkretëtir. Të vesh në nëntor, në dhjetor, janar. Nga Poradeci Lazgushit jam, njësoj është. E njëjta gjë të vesh në Pogradec, pra janë qytete që funksionojnë për një periudhë të caktuar, por nuk e di nëse kjo si thua qeverisja nëpërmjet estetikës, nëpërmjet syrit, se unë nuk kam gjykim bardhëzi për njerëzit. Disa raste mund të ketë efekte pozitive, por disa raste tjera ka efekte negative. Pra si thua, Edi Rama di atë që shikon. Atë që nuk e shikon, nuk e di, edhe nuk e njeh. Dhe funksionon nëpërmjet syrit, për shembull. Çai i vret syrin, ai e koncepton, e bën. Për shembull, po ta vesh vetë retorika e tij, nuk e di nëse ka koncepte mbi reforma përmbajtësore, në shëndetësi, në arsim, në ekonomi, në bujqësi. Madje nuk e di a i nje, a nuk i intereson fare, pra nuk e ndaj dot, pra nuk i interesojnë si çështje, pra reformat përmbajtësore, apo nuk i nje, këtë nuk e ndaj dot, apo thjesht gjykon që vetëm nëpërmjet, si ajo shprehje e famshme, nuk më kujtohet, që bukuria do shpëtoj botën. Kjo është ndoshta zoti Rama mendon që bukuria ose estetika do shpëtoj Shqipërinë. Ndoshta dhe e bën, nuk e dim po. Deri tani e thash dhe një, në disa raste ka rezultuar ndoshta e suksesshme, në disa raste jo. Në disa raste duhet të futemi. Për të ardhur që nëse do kemi më të mirë tek ta, shiko, unë mendoj që të prodhosh një lider nuk është kaq e lehtë. Po të jap shembullin e Italisë. Italia nga 94 dhe deri sot, që kanë kaluar 30 vite, po themi, në të djathtë të paktën, nga forcat ka prodhuar 2-3 lidera në 30 vite. Po them Berlusconi, Meloni, Gianfranco Fini, po Meloni dhe Berlusconi realisht ka prodhuar e djathta italian. Pra në 30 vite ka prodhuar 2 lider. Nuk është kollaj që të prodhosh një lider të mirë, sidomos në realitetin shqiptar, ku është një vend i vogël me një shoqëri të vogël. Unë mendoj që të garosh në Shqipëri e të drejtosh një parti politike është shumë e vështirë. Quhet një sipërmarrje e rëndësishme ku duhen mjete financiare, mjete logjistike, ku di unë se çfarë, tjera me radhë, në këtë kuptim shpeshherë njerëzit të riqen nga kjo gjë. Shiko, politika nëse e bën mirë, është sakrificë, Shiko, ne kemi marrë që politika është sakrificë sepse do rish, do takosh njerëz, do largohesh nga familja, nuk është kollaj kjo punë. Është një jetë mesatare. Patjetër, nuk është kollaj kjo punë. Për shembull, kur bëjnë këto diskutimet, prandaj po them unë shpeshherë bjem në populizëm, kur ra fjala e rritjes së rrogës së deputetëve. Pra ne çfarë bëjmë? Kur kemi deputet të këqinj, nuk ngrihemi. Pra le ti kemi një oran deputetë, s'ka problem. Aman, po e ngritëm rrogën. Ngrihemi përpjet. Jo më zotrin, ata ta kenë halal rrogën. Çështja është që ta bëjmë punën siç duhet. Në qoftë se e bëjnë, pra ne duhet të ngrihemi dhe të protestojmë dhe të zgjidhemi njerëzit e duhur, pa le ta kenë rrogën e lartë. Se në fundi duhet bëjnë një jetë dinjitoze, kanë familjen e tyre, kanë fëmijët. Pra nuk është problemi te rroga. Kurse ne e konsiderojmë sikur, pra ne e pranojmë që ne kemi, pse janë ngrini rrogën këtyre, këta ignorantët nuk bëjnë asgjë. Dhe ne pranojmë të kemi 120. Ne pranojmë të kemi 120, 140 ignoranta ku diun se çfarë, se nuk janë të gjithë, por nuk kur vjen puna te rroga, nuk pranojmë. Jo, duhet jetë e kundërta. Le ta kenë rrogën e mirë dhe dinjitoze, por ama të ngrihemi kur ata nuk janë të mirë. Kjo është logjika. Dhe unë mendoj që ne në Shqipëri kemi pasur lidera karizmatik, po të marrësh ato tipologjitë e Max Weberit të leadership. Nuk kemi keq me lidera, si një popull i vogël, po nuk e di se çdo kemi. Problemi është që në Shqipëri ka ardhur momenti që të kemi lidera pak më teknik se sa karizmatik. Shpeshherë liderat karizmatik kthehen në lider autoritar, sepse marrëdhënia që krijon elektorati me ta pastaj është shumë e fortë. Siç e ka krijuar me zotin Berisha, për shembull, po 35 vjet në Partinë Demokratike, apo siç po e krijon edhe me zotin Rama, sepse këta kur ikin,
Shumë larg për të qenë Britani, ha. Këta kur ikin krijojnë një boshllëk të madh. Shiko çfarë thon tani? Po iku Berisha, po kush do ta drejtoj PD? Po fillon edhe tek PS-ja kjo logjik. Po iku Ram, kush do ta marri PS-n? Kush do ta zvendçoj Ram? Se zvendçon dot njeri Ram. Se zvendçon dot njeri Berishën. Pra kjo logjik diskutohet. Ndërkohë gara e prodhon vetë lider. Mjafton të ketë garë dhe gara automatikisht e nxjerr një lider. Ne kemi Rigelsin drejtor këtu dhe themi po na iku Rigelsi kush do e drejtojë. Kjo është ideja, e kupton? Ndërkohë, sidomos në politik, ka ardhur koha që të kemi lidera jo pak më të dobët, se duket si gjë e keqe, po më pak të fortë. Po, më pak të fortë në kuptimin e... Mjaft më me këtë një leadershipit të fortë, karizmatik. Po që ajo vjen me shpërndarjen e burimeve dhe do të jetë njeri që prodhon demokraci. I kemi pak liderat që mund t'i heqim kollaj, more. Se këtu, për shembull, është bërë në Shqipëri ndryshimi kryeministrave. Po ti po përdor fjalën pak, po kjo është shumë e vështirë. Dakor, pra. Duket sikur është pak. Në Shqipëri, për shembull, ndryshimi kryeministrave konsiderohet si ngjarje epokale. Pra, e ke vënë këtu, madje mua këtu duhet të ketë ndonjë luftë që të ndryshojnë kryeministrat. 97-ën, 2005-ën, që ishte tjetër histori, 2013-ën që vajti Aleanca Ilir Meta Rama, pra do të ketë një ngjarje epokale shumë të rëndësishme që të ndryshojë kryeministrin. S'ka ndonjë gjë më jashtë ndryshimi kryeministrit, është një gjë normale më. Nuk se këtu duket sikur po ndryshoj kryeministri, të gjithë do vdesin për të ngrënë, nuk do ketë me shëndetësi, nuk do... Jo, më vëlla, jeta do vazhdoj normal.